on this day. 1214 lindi Louis IX, mbreti i Francës, nga viti 1226 deri në vdekjen e tij në 1270. Ai njihet gjërësisht si më i dalluari nga mbretët e drejtë për drejtë. Pas vdekjes së babait të tij, Louis VIII, ai u kurorëzua në Reims në moshën 12 vjeçare. 1284 lindi Eduardi II, mbreti angliz, nga viti 1307 derisa u rrëzua në janar të 1327. Djali i katërt i Eduardit të parë, Eduardi II, u bë trashëgimtar i Fronit pas vdekjes së vëllait të tij të madh, Alfonso. 1559 lindi Oliver Cromwell, burr shteti, politikan dhe ushtar anglez, i konsideruar gjërësisht si një nga figurat më të rëndësishme në historinë e ishujve britanik. 1874 lindi Guglielmo Marconi, një fizikant italian që shpiku një sistem të suksesshëm radiotelegrafie 1896 dhe mori çmimin Nobel për fizik në 1909. 25 prill 1981 lindi Christina McClurty Arquette. Ajo është një producente e njohur për Way Down Bundy, In Every Dream Home dhe 12 Hour Ship. Në 2020 ajo është e martuar me David Arquette, që prej 12 prillit 2015 ata kanë 2 fëmijë. 25 prill 1982 është ditëlindja e Jocelyn Davis, ish prezantues dhe producent amerikan. Davis mbush sot 43 vjeç. 1917 lindi Ella Fitzgerald, këngëtare amerikane e jazzit që u bë e famshme për gamën e gjerë dhe ëmbëlsinë e rrallë të zërit të saj. Fitzgerald vdiq në moshën 79 vjeçare. 25 prill 1940 lindi Al Pacino, aktor amerikan, i konsideruar si një nga aktorët më të mëdhenj dhe më me ndikim të shekullit të 20. Al Pacino ka marrë vlerësime të shumta duke përfshirë 1 çmim Oscar, 2 çmime Tony dhe 2 çmime Primetime Emmy për arritjen e Triple Crown of Acting. 1976 lindi Tim Duncan, profesionist amerikan dhe basketbolist. Drejtoi San Antonio Spurs, i shoqatës kombëtare të basketbollit NBA në 5 kampionate.